Policia e Kosovës ka njoftuar përmes Facebookut se sot ka zhvilluar një aksion të gjerë policor në tërë territorin e vendit në ndyshimet për keqpërdorime në Byron Kosovare të Sigurimeve. Operacioni i realizuar në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren është rezultati i një hetimi disa mujor për krime ekonomike. Gjatë aksionit janë arrestuar 39 persona të dyshuar, ndërsa janë sekuestruar mbi 1.3 milion euro në xhiro llogari bankare, 23.700 euro para të gatshme, ari, aksesor, ordore, 2 armë zjarri, pajisje elektronike, kontrata dhe dokumentet e tjera relevante. Policia e Kosovës ka theksuar se mbetet e përkushtuar në luftimin e veprimtarive të kundërligjshme dhe forcimin e sundimit të ligjit. Ndryshe edhe kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu, tha në një konferencë për media se cak i hetimeve që nisën në marsin e vitit të kaluar janë ish drejtori ekzekutiv Sami Mazreku dhe ish drejtori financiar i BKS-s Valon Berisha. Mazreku dhe Berisha, të cilët u arrestuan gjatë bastisjeve të sotme, dyshohet se i kanë keqpërdorur autorizimet e BKS-s, duke u amundsuar personave të ndryshëm dhe përmes tyre edhe të kryejnë transakcione të jashtëligjshme. Kryeprokurori Kryeziu tha se Mazreku e Berisha kanë arritur përfitime të mëdha për vete dhe i kanë shkaktuar dëm BKS-s. Po ashtu ata kanë keqpërdorur autorizimet ekonomike dhe kanë përpiluar dokumente të falsifikuara, ku në deri në këtë fazë kemi vlerësuar se ato dokumente të dyshuara i kanë përdorur për përfitime personale dhe i kanë shkaktuar dëm BKS-s në vlerë prej 1.043.000 euro, tregoi Kryeziu.